Ndërtohet imazhi i ku je kanë të 2013 kur e ka bërë ekspozitën. Hapun ndaj krimeve të veta. Ndërkohë, po ç'ka fol? Ivica Dačić. Ka fol po thosh, një viktime pi thot, një viktime që ke hub 14 antar as drën pi thu i ka shërby, i ka shërby servis. Çu bën klon me thon. Klon me thon, ku je kanë të 2013-ën kur u bë çka ekspozit? Ku je kanë? 2013-ën. Po. Çka? Ku je kanë kur u bë çka ekspozit? Kosovë funim kanë. Se s'ke reagu kur u bë çka ekspozit? Se me reagu unë. Po pse po reagon që tash, mas 13, mas 12 vjetëve, po thu për instrumentalizon. Saranda Bugojevci nuk u kanë vetë vendosje heq kur u kanë që ke ekspozit. Saranda Bugojevci u kanë një viktime mbijetuar që ka hub 14 antar, e që u shku në Beograd, e që e ka bë ekspozitën. Që ato jam kanë. Qatë ekspozit jam kanë one. Për ata antar, por kur kjo ata antar i merë. Kjo kërkon nuk të instrumentalizon familjen e vetë. Kur e keni Saranda të të thonë, ama votën ti mu, kur e keni. Nuk e fitoni argumentin duke partitur. Unë reagoj kur kjo e reagu që atëherë. A e kam vetë vendosi që atëherë. Një pyetje. Mi përdor Albin Kurti. Kupja jep. Se jenë të aborë me to. Çfarë ta bëre më me to, kërkon çfarë ta bëre? Unë jam ta bërë me fiktimin e cila jam kanë që ekspozitën. A din apo moderon gjendje u kanë që unë vendosi kush ka. Unë vendosi familjen e Saranda Bugojevci. Saranda Bugojevci ti e trajton si një qik viktim, viktime si thupi shërben, së dhe si të shëviqe. Interesave tu, të ti ndronë interes, një për ndronë qëndrim, o zotë Shale, apo qësoni ty, që ka e ka folë. A me kupton, kësë mdem në përhunduve, një para punës, se kje hiq djeshmeri i Sarandon, e dyta, ty ka që interesi edhe ndërton djeshmeri për që të rasta, që qa ke shkru, që qa po folë. Para punës, ti një 2 vjetë, s'mo meret versa po thunë. E këtë këtë në dosjon, se e dhe me djomin, del e lavdron. Pra, ku ka pare, qëfar në djume këndrune? Qëfar në djume këndrune? Qëfar interesi të Reni që pektherin personale. Problematike është ka pëthot kjo. Qëre, mënësia jote është, si ta ndresh të një menim, dhe ne pas ka një interes ato financiar. Ke ka zama shumë për ty. Mënësia jote, mu shit kret, edhe kushtje pare, eksistenca jote është Albin Kurti. Albin Kurti, mësë me kam pushtet, ty kërkusht nuk njesë. Dali mikrofonë, kërse pastaj do të zonë. Jesër Albin Kurti me dalë, mësë me kam pushtet. As dhe në shade nuk e nje kërkush. Shta me dalë për para, këtu shka fol, shka sulman, shka sulman, që Albin Kurti po, vizur një e fjallin. Brutali e ka sulman. Apo të zëni ta. Turbi e ka sulman. Viktimizot, 14 antar. 14 antar i ka vrati, po thuj ka shërbimin në shërbimin. Apo në mundon. Dalun. Ti vesh tjesh kushtje pare. Zotë Krasnisi, a dim kur është kjo fotografia që e pam? Fotografia, atë jam kanë. Dalin Pritina që vish fol badi hava. Atë jam kanë gazetarë ato. Pozitor jam kanë. Kthejmi normalitet. Normalitet jena. Që kjo është jashtë normalit. Jashtë jam kanë gazetarë. Ti që e fynë viktime, ti që e fynë i viktim, kur Saranda Bugojevci asë nuk u kanë antareve të vendosi sa të kohë. U kanë thjesht i viktim që orë dhe mund t'ju lem derin 12 natës, do të zhvillojmë debat të dhe do të majmë. Pa gjume e përpori, atë ati nuk ja lejaj. Vullneti se ka halin të kjo, e ka halin të vetja. Se mu në do simbolika, mi përdor, mi marë jena tu fol 3 vetë për njerë. Dhe tash këtë del, na fshet moral, na fshet neve në djeshmeri këtua, po kush janë këto? Sepse këtë me një etiket që e ka vetë, mundot me përfitue. Por një njëri është i gazetar të është i mirë, se viktimizot, të e përdor një etiket tjetër. E vjen këtu fshet moral. Këto me mu nuk dojë. Një pyetje. Zoti Shale, po mjaftë, po undalë edhe zoti Krasnisi edhe ju. Mirë, unë ndalë. A dim kur është bërë fotografia, ku është zoti Kurti me zonjën Bukujevci, po ju pyës këtë? Ato nuk e di une. Ju thatë... Ajo, me siguri ka qenë ndonjë privetor. Po, a ka qenë para se tjetë pjesë e vetëvendosje ose jo? Këtë desh ata për. Unë me atë fotografi nuk jam të marë. Unë jam të marë me që fotografi më rapatere. Unë po merem tash. Unë po merem se unë po duat tem diska.
Saranda Bugevci e meriton me u kritiku në mënyrën më të tmerrshme të mundshme për përkatësinë e saj politike, për heshtjen e saj për skandalet që ndodhin në partisë. Saranda Bugevci e meriton me u kritiku deri në qiell për përkatësinë e saj politike. Saranda Bugevci e meriton respektin maksimal për ato që ka bë